Edi Ila dhe Adrian Paci rikthehen me ekspozitën Monumente të mundshëm ardhmërisht të parealizuara, e cila është çelur në mjediset e shkollës së mirënjohur të arkitekturës, Architectural Association në Londër. I pranishëm në çeljen e ekspozitës, e cila u shoqërua me diskutime të hapura me studentë e pedagog, ishte dhe kryeministri Edi Rama, i cili e vlerësoi atë si një mundësi që Shqipëria të shihet me një tjetër sy. Për kuratorin Junida Turani, ekspozita pati sukses jo vetëm në shtëpinë shqiptar, por edhe në atë të huaj. Veprat e artit janë Penthouse e Edilës dhe kolona e Adrian Pacit, e cila është ekspozuar në Bedford Square në Architectural Association. Ekspozita u prit mjaft mirë, pati shumë prezencë studentësh, profesorësh, edhe shtypi i huaj ka pasur interes të veçantë për këtë ekspozitë. Ndërsa për organizatorët e Architectural Association, ekspozita nuk përfaqëson thjesht një bashkëpunim të tashëm, por një urë për të ardhmen midis Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, për t'i folur sa më shumë njerëzve nëpërmjet artit. It's really exciting to have that connection with Albania and these amazing. Është shumë emocionuese që kemi këtë lidhje me Shqipërinë dhe gjithë këta artistë që kanë ardhur nga vendi juaj. Kjo ekspozitë ka udhëtuar që nga Bienalja deri këtu dhe përfaqëson një bashkëpunim jo vetëm për tani, por edhe për të ardhmen midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, si edhe mundësinë e këtyre instituteve për të transmetuar këtë energji dhe dinamizëm në një komunitet më të gjerë dhe në sa më shumë njerëz. Ekspozita e dy artistëve shqiptar, Monumente të mundshëm ardhmërisht të parealizuara, vjen pas suksesit vitin e kaluar në Bienalen e Venecias.